që nuk arrihet të ketë konsensus për zgjedhjen e presidentit e që duket që ky konsensus po mungon. Pra, versioni më i mundshëm i angazhimit të zonës Osmani është përmes LDK-s dhe edhe më i mundshëm është përmes një liste politike që kjo themelon dhe i bashkohet në LDK-s si koalicion. E mbase ky koalicion mund të jetë edhe më i gjerë në kuptimin që brenda tij mund ta kemi edhe aleancën për armërinë e Kosovës, po edhe ndonjë formacion tjetër më të vogël politik. Dhe si është sot kjo përtej asaj çka mund të thuhet kontekstit çka ata mund të bëjnë deklarata publike, zoti Kurti apo zonja Osmani, cili është raporti tani më midis dy figurave kaq të rëndësishme të politikës në Kosovë? Mendoj që dy protagonistët janë kujdesur së fundi përtej atyre thumbave që fillimisht ka pas vjosa Osmanit dhe i Kurtit, së fundi janë kujdesur që të mos flasin shumë për njëri tjetrin. Deklaratat e zonës Osmani, deklaratat kryesore të zonës Osmani për zotin Kurti dhe për vetëvendosjen, kanë qenë një intervistë televizive që ka pasur pasi që ka shpallur dekretin, madje këtë intervistë ka pasur për një medium të Shqipërisë. Në anën tjetër, Kurti në një farë mënyrë është rezervuar që t'ja kthej një kundërpërgjigje, po megjithatë një përgjigje indirekte e ka pasur në një fjalim së fundi në kuvend, pra gjatë një seance të jashtëzakonshme, ku le të themi kështu jashtë kontekstit krejtësisht, doli në folturë dhe foli për situatën aktuale dhe ndër të tjera tha që vullneti i popullit nuk mund të përmbyset me një dekret. Pra që ishte një indirekt ndaj zonës Osmani. Si do të tjetë përtej deklaratës publike, unë mendoj që zonja Osmani, për dallim nga aktorë të tjerë politik, e ka një fuqi, dhe kur them fuqi, po them një fuqi edhe që ta zbe pak përkrajen për Kurtin, në kuptimin që ka qenë pikërisht zonja Osmani që ka pas një rol të jashtëzakonshëm që vetëvendosja, po flas në vitin 2021, me mbërri 50%, me mbërri atë fuqi që është konsideru kështu një farë referendumi popullor. Dhe mendoj që ashpërsimi i gjuhës së saj që mund ndodh tash tutje në raport me zotin Kurti, mund ta rikthejë një pjesë konsiderueshme të elektoratit vetëvendosjes të Osmani, rrjedhimisht me pastaj edhe të LDK-ja nëse do t'i kemi bashk. Prandaj kjo çarje mes tyre mendoj që nuk është papasoja për zotin Kurti dhe konsideroj që zonja Osmani tashmë është një nga lojtarët kryesorë të skenës politike dhe duke qenë e tillë mendoj që ka fuqi të mjaftueshme kështu që ta rikthejë një farë balansi të forcave politike. Tash nuk mund të las këto për përqindje sepse